Po që thotë, është haram më konë mbulume, e më falë, e me i rritë thajtë. Po vëllaj haram është. Haram. Por nuk është haram veç për atën që është mbulume e që falët e që i rritë thajtë. Haram është për çdo kanë. Maksimumi i thajve që lejohet mos me i prej është 20 ditë. Maksimumi në rrethana kujt i çfarë. Por në rrethana normale kemi përmend po përsëris 7 ditë mesatarisht gjumon deri në gjumon tjetër. S'ka lidhja falet as falet, haram jo haram. Shojmë gra, shojmë burra i rritin thajt se do mas thonë në vogël. Aja është kretë pislëk, është kretë papasërti, shejtan thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrinë aty. Këshyre në për emisione, në për studime, në për laboratore, se si dalin bërlogët për aty në thajve që fa papasërti, që fa pislëku. Jo në ma mirë, ma i qësh dushte aji, së është në regull aja. Nuk ka bukurin thue, është papasërti, diçka që do të me gjujtë si kurse djersa, si kurse qimet në vendet e caktumet të turpshme të trupit, si kurse mbeturinat për i dyvrimeve që dalin, që asi bërlëghana është vetë që pak ma abut. Diçka bërlëgh që dalë për i trupit e insanit. Andaj, kush do koft, mbi 20 ditë nëse i lan, gjdo ditë që i lan është të hynë gjuna. Që ashtu është edhe me në gjitë, edhe mi pas dë vetë. Allah në përmirësoft.